Si mi bon më në anotës, e dim që opozita është alati i vetëm i gastarisë, edhe i shoqërisë civile. Qështu kemi mësuna, sepse me adhon kohën pushtetit pe bosh edhe paterisë, edhe pe jap ma shumë fuqi, ai ka ball fuqi, e ka atë dhunë legjitime që i thuhen shtet, policie, ushtrie, pendreke, media, vërtetë zyrtare, këti ka. Dy sanet cilat unë s'muj me i toleru ku, domon. Kjo një farë mënyrë është që tendenca nga vetëmendusja ose edhe nga të tjerë, me hesht kritikët, në manë shuni se ju peritni, thot Lumiri, më falë. Nuk thash ashtu e... Mërcenoz ha Lumiri, mërcenoz ha ti. Nuk tha, më pas ke kesh kuptu krejta. Ti sa për muë, ose për Albenin, për ti e tha atë shfrihe me gjithat. Lumiri dje, partien tha mërcenoz, ti sonte tha i paguin parti. Veç ka një dallim shumë pak këtu. Më falë tash. Lumiri i ka pagu vetë. Une edhe për qëse, Albini kish me ro, që që kum paramendu që për shkak ke qeveri se s'ka me ro, ka me ro për 10%, e shumë ka dollë që ashtu, sepse popullit ju e dini që popullit befasojnë, popullit shumë ma ngritu një histori se na kanë bon gabime fatale, ju e dini këtu, s'kam nevoj me a thonë une, dhe une kisha me vazhdu, si ku të fiton të 70%, si ku të binte në 30%, kisha me vazhdu me kritiken, se s'ka kush që ma nalë. Se kritiken unë e kam ndaj këtë qeverisë, ndaj pushtetit. Unë s'kam që ka kritikoj median që se merë as një vendim për të kesh ose për të mirën tame dhe opozitën që po ashtu se merë as një vendim, as për të mirë, as për të keqen tame. Por unë e kritikës e orientoj të pushtetit. E kumë bo gjithmonë, kumë e bo sa të monë fryma. E dyta, shoh plot njerëz partive politike, se fundi e poshtë një zojt Ledekës. Që në një studio, thot, qa keni hup edhe ju analistat, edhe ju kritik, keni hup, qa kemi hup, froshër na. Na s'kemi hup kur gjo, na që të punë e bojmë prapë sot, prapë e kritikoj pushtetit, që qa kemi bo që 50 e fundit. Halil, na s'kemi dalë me këtu me hup, as me fitu. Une as nuk i dhënona, as nuk zona që fiton vetë vendosja. Halil, une e di këtë pjesë për ty nuk ka nevoj. As nuk zona që bjen opozita, po e pajtohë me fjollet tonë që tha u shkërmuq. Po pajtohë apo ashtu që nuk ka ide politike. Mirë po në kur s'muj mu pajtu, as me ty, as me popullin e Kosovës, as me votusin, i cili mendon se Albin Kurti ka ide politike. S'muj mu pajtu. Mirë, në regull është aja pjesë, qëre Halil, se kom për obligim më të përgjit që a thajt, është një kesh kuptim. E para e punës unë nuk thash që se cili njeri që po flet këtu e kritikon paguhet, aq ma tepër për ty që të besoj 100%, edhe që je njeri që krejt njohim, që 40 vjetë merësh me gazetari, edhe nuk kam asni dilemë në pjesë, po që krate e ki njeri... Unë e kom edhe për kolegët e mi. Por në regull është, veç mos i mbroj njerëzit që nuk mbrohen, sepse që krate e ki njerin që e ka që vëvëja, që është asamblejës të vëvës, që është asamblejës të vëvës, e që fletë socialistit i pavonë. Me që to flicësia e në me kërka afroshën. Po le dhe në fund të përgjigjet. Jam të krytash, zdim se po kësëm. Jo, po gom. Pse o ka të prekë qatë shumë që kësëm? Absolutisht kur gjo. Po më dhime shumë, përves po dhime. Vallalloj po dhime. E ka e shë qatë numër. Afroshën, apo e shë qatë numër. Jo, po të shumë faleminderit shumë. Pikrisht pëse je deleguar. Për facusi që ati numri. Po të kesh në sytë pikrisht pëse je